Ne vazhdojmë maratonën e intervistave që realizojmë me grupet që marrin pjesë në edicionin e 7 të Festivalit Bark Kombëtar Rafsha 2026 dhe ja ku jam me Elbasani. E para gjë që më vjen në mendje është vajza si Sorkalle, djemtë si Petrita. Të cilën do ta këndojmë dhe sot në skenë. Vërtet? Pikërisht. Po këtë e kam mësuar gjithë Shqipëria dhe ju identifikoni me këtë. Dhe vërtet vajzat janë si Sorkalle dhe djemtë janë si Petrita. E vërtet. Grupi juaj sa kohë ka që është formuar? Grupi jonë operon në tregun Elbasanas, jemi studio private, kemi 13 vjet që jemi krijuar si grup. Kemi marrë pjesë në shumë aktivitete kombëtare dhe ndërkombëtare dhe këtu në Festivalin e Rafshës vim për herë të dytë. Okej, ju jeni pjesë e festivaleve kryesisht apo ju jeni siç ndodh edhe në Shkodër, sa herë që ka gëzime familjare po janë futur këto vallet e bukura që krijojnë një atmosferë të këndshme. Patjetër edhe ashtu funksionojmë edhe nëpër të sofrat familjare, dhe nëpër festivale, dhe nëpër koncerte, kudo që ka festë ne jemi aty. Okej, shoh që janë mosha të reja të gjitha. Këtej më duket janë studentët e andej gjimnazi apo jo? I kemi krashtis temin e Elbasani. Ashtu dhe profesionet ose studimet ose me çfarë merrni, jemi bëhemi shumë kryestar se ju shohim me veshje kombëtare gjithmonë themi, po në jetën e përditshme çfarë bën? Kompanie private telefonike. Ashtu dhe, se ata kujtojnë se ti ri pi kafe edhe s'ke qa bën, shko kërcenja si thot kjo shoqja jote. Dakor, pra i ka shumë punore, po kjo është një hobi që të bën dihesh mirë, apo jo? Vajza? Master për Data Science dhe Bravo, shumë jo, po, i kemi gjithë të kualifikuar. Dhe unë vazhdoj shkollën për logistikë në universitet dhe menaxhimin e biznesit. Por se si po më duken ju kështu, tani gjithmonë me inteligjencën artificiale, me këto teknologjinë e fundit vajza këto na bëj fasoj. Më në fund një mësues, a? brenda jo teknologjisë, profili biologjik i mi. Po mirë, shumë Brenda mirë. natyrës jemi prapë. Me siguri me ata nxënësit e tu bën mrekullir aty. Po i kombinojmë dhe artin dhe mësimdhënien. Domethënë lëm nga herë mësimin për të marrë simpatik. Po pak. Është pikërisht e shpreh që unë them gjithmonë që arti të mbush shpirtin dhe jo barkun. Dhe normalisht në përditshmërinë ne kemi punët tona ndryshme dhe na bashkon normalisht pjesa e artit që na mbush shpirtin. Tani ata vazhdojnë të jenë kurreshtar si çfarë punë bën ti konkretisht? Unë konkretisht Apo ke studion? Kam studion, mësoj fëmijë të kërcen, kam grup mosha ndryshme, mbi 200 fëmijë që mësojnë kërcen. Po ti kërcen nga mëngjesi deri në darkë, të ndryshe, se Punoj gjithë edhe grupe me orare. Punoj edhe në teatrin Skambat e Elbasanit dhe Ah, normalisht bravo. jam gjithkohës brenda aktiviteteve kulturore. Të dielën e bën pushim. Varet. Se janë aktivitete. Vetëm shkurtimisht atëherë, vetëm çfarë shkollë me se merresh? Profili? Infermieri. Kur jeni ju së mulja ku pas keni këtu? Dhe ju? Unë jam punë, kompani private në aeroport. Mori që ke këtë me mjekër, se mua duk se kur po intervistoj 2 herë të njëjtin person. Jam vëllezër, faktikisht jam vëllezër. Sa larg më I bashkon mjekra. Okej. Jam mësuese në arsim parashkollor. Edukatore. Sa kjo është e ëmbël shumë. Dhe djalit Studioj për inxhinieri telekomunikacion. e di si fole ti si speaker live tani. Po provoj njerëz se ke të ardhme dhe këtu. Unë ju uroj shumë suksese. Ka përshtypjen që do sjellni një ëmbëlsi të veçantë Elbasanit sepse kuptohet folklori veriu dhe shumë i mirë, është heroik, është patriotik, është ritmik, se ju do keni ato. Jemi tamël. Jeni tamël. Bollokum Elbasanit. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Faleminderit.